Territori shqiptar për datën 17 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të lagështa dhe të ngrohta duke sjellë mot me vranësira në pjesën më të madhe të vendit, si dhe rreshje të izoluara në disa zona jugore dhe qendrore. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura në shumicën e territorit, ndërsa pasditja sjell rreshje të dobëta shiu kryesisht në jug dhe në disa zona të ulta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 22 gradë Celsius në bregdet dhe zonat qendrore. Gjatë ditës priten të ketë rreth 4 deri në 5 orë diell në zona të izoluara. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 17 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 17 nëntor do të jetë në orën 6:24, ndërsa perëndimi në orën 16:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 19 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 18 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 21 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 14 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 16 deri në 22 gradë Celsius. Berat 16 deri në 21 gradë Celsius. Korçë 8 deri në 14 gradë Celsius. Vlorë 18 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 20 gradë Celsius.